Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët edhe në videon e radhës. Në këtë video do të shohim pak mësimin e katërt të nivelit A1, pra të nivelit fillestar të gjuhës angleze. Do të ndalemi të paktën te dy aspekte. Përdorimi i foljes jam, pra verb be, kujtojmë edhe një herë që rënja bazë e foljes jam në anglisht është be, pavarësisht se ne në kohën e tashme përdorim tre format e saj, am, is dhe are. Në një mësim të mëparshëm, pam se si e përdorim për I dhe you, dhe të ky mësim do të shohim se si përdoret për we, you, që teknikisht në anglisht nuk ndryshon, kur themi you përdoret edhe për veten e dytë njëjës, edhe për veten e dytë në shumës, pra you ti dhe you persona. Gjithashtu edhe për they, ata, ato. Veç kësaj do të shohim pak fjalat që përdoren për nationality, kur i referohemi kombësisë, prejardhjes së një personi. Le të shikojmë pak. Atëherë, le ta nisim pak me shtetet, kujtojmë edhe një herë disa prej tyre, tashmë disa i kemi parë. Atëherë, edhe një herë, të shikojmë pak se si i themi disa prej shteteve dhe se si themi nationalities, pra kombësinë. Një gjë është emri i shtetit dhe një gjë tjetër është kombësia. Kuptojmë? Del nga njëta fjalë do të shtojmë diçka në fund në gjuhën angleze. Për shembull, fjala Brazil për Brazilin, si do të bëhet nëse ne themi brazilian, do të bëhet Brazilian. Okay? Pastaj kemi Canada, Canadian. Do të vini re që në disa raste theksi do të spostohet. Atëherë, një gjë që kam bërë me formatin ose mënyrën se si i kam formuluar dhe shkruar është se në shumicën e rasteve, sidomos kur kemi ka të bëjmë me fjalë të reja që nuk i kemi marrë tashmë, ose shëra e parë që i shikojmë, përveç mënyrës se si shkruhet, do të keni edhe mënyrën se si lexohet. Tani, keni pak durim, e kuptoj që në fillim do të jetë pak e vështirë. Gjithsesi, keni parasysh që në gjuhën angleze kemi alfabetin normal, pra atë që ne e përdorim për të shkruar fjalët, dhe kemi një lloj alfabeti tjetër që zakonisht i referohemi si alfabeti zanor. Pra, janë disa tinguj që shpeshherë ngjajmë edhe me shkronjat normale, në disa raste mund të jenë pak më ndryshe, që tregojnë se si lexohet kjo fjalë. Tani, a ka nevojë të dim të gjitha këto tinguj ose të njohim të gjitha këto karaktere? Jo me do e mos, përse e them këtë? Vite më përpara kur interneti ishte më pak i përdorur, ishte shumë e nevojshme, sepse kur ne hapnim një fjalor, kemi mënyrën se si shkruhet fjala, në klapa mënyrën se si lexohet, pastaj kemi shpjegimin në atë gjuhë ose në të njëjtën gjuhë në anglisht duke përdorur fjalë të thjeshta. Dhe nëse dikush nuk na i thoshte fjalën fizikisht, e vetja mënyrë për ta kuptuar se si thuhej kjo fjalë, si shqiptohej, ishte duke parë këto karaktere, siç e kemi edhe këtu ja, dhe kuptonim se si thuhej fjala. Tani me internetin është bërë relativisht e thjeshtë, sepse nëse ne për shembull atë fjalë që nuk e dim, e shkruajmë në Google për shembull, aty zakonisht na jep edhe mënyrën me z se si thuhet. Prandaj nuk është më aq shumë e nevojshme sa ka qenë më përpara. A është e mirë që ti mësojmë? Po, patjetër, kështu bëhet më e lehtë edhe për ne. Okej? Pra edhe një herë, kemi Brazil, Brazilian, kemi Canada, Canadian. Vini re diçka tek Kanadaja dhe Canadian. Po të shikoni, përveç se kam përdorur tingujt ose këto simbolet për të treguar se si lexohet një fjalë, gjithashtu keni edhe një apostrof lart, një presje lart. E shikoni? Çfarë tregon kjo presja, nëse arrini të dalloni? Kjo tregon që zanorja e parë që do të vijë mbas presjes është ajo që do të theksohet më shumë ose është ajo ku do të bjerë theksi. Për shembull, Canadian, më falni, Canada. Ku bie, do të bjeri në fillim, sepse ku e kemi presjen, e kemi direkt në fillim, k-ja është bashkëtingëllore, nuk theksohet, tingulli bie gjithmonë te zanorja. Dhe zanorja e radhës është ajo që ne në anglisht e themi diçka ndërmjet as dhe es. Edhe ky është një aspekt i vështirë, për tingujt që kemi në gjuhën angleze, shqyr nuk janë shumë, janë relativisht pak, që nuk i kemi në gjuhën shqipe, fillimisht mund të jetë pak e vështirë derisa të ambientojmë. Një prej tyre është edhe tingulli AE, si Canada. Ndoshta na tingëllon pak si por nuk është tamam ë. Tani, cili është sugjerimi? Derisa të arrijmë të ambientohemi që ta themi këto tinguj që nuk i kemi në gjuhën tonë, mund të hanojmë pak nga a-ja ose pak nga e-ja, shikojmë në varësi të fjalës aty ku tingëllon sa më ngjashëm me fjalën që duam të themi. Tani, diçka tjetër në lidhje me theksin. Kur kalojmë nga emri i shtetit tek kombësia, nationality,
Në disa raste theksi mund të spostohet. Për shembull, nëse vini re te Canadian, është spostuar, nuk e kemi më para kës, por e kemi para nës, që do thot zanoria e parë që do të vijë mbas theksit, që në rastin tonë është eja, në jashtëbashkëtingëllore, është ajo që do të theksohet. Pra, nga Canada në Canadian. Okay? Kjo ndodh në disa raste. Pastaj kemi China, Chinese, edhe ato kombësi që përfundojnë me e në fund që ne i themi me is, theksi do spostohet tek ija. England, English, Japan, Japanese, vini re përsëri, Mexico, Mexican, Spain, Spanish, pastaj kemi the UK, British, dhe the US, American. Okay? Nationality ku e përdorim kur i referohemi individit, personit që është nga ky vend, ose kur i referohemi produkteve që kanë ardhur nga ai vend. Okay, këtu kemi disa informacione shtesë në të majtë poshtë. The UK, çfarë përfshin, ose United Kingdom, Mbretëria e Bashkuar, përfshin England, Scotland, Wales and Northern Ireland. Okay, Irlandë Veriore. Gjithashtu disa herë mund t'i referohemi dhe si Great Britain, po keni parasysh që UK dhe Great Britain nuk përfshin të njëjtat shtete. Për shembull, te Great Britain nuk kemi Northern Ireland, kemi vetëm England, Scotland and Wales. Okay? Gjithashtu një aspekt tjetër. Nationality sometimes equal language. Çfarë do të thotë kjo? Kombësia, pra fjala që përdorim për kombësin, në disa raste është e barabartë ose është e njëjta fjalë që përdorim edhe për gjuhën e atij vendit. Për shembull, Anglia, çfarë gjuhë ka? Ka English. Pra English ne e përdorim edhe për t'i referuar një personi si angleze, e përdorim edhe për t'i referuar gjuhës angleze. Por kjo nuk funksionon gjithmonë. Për shembull, në rastin e Brazilit, Brazilian është vetëm kombësi, sepse nuk kemi një gjuhë Brazilian. Brazilianët flasin gjuhën portugale, portugiz. Okay? Pra do parë se në cilën rast të aplikohet. Një aspekt tjetër në lidhje me shkrimin e kemi në fund, ku thot countries, nationalities and languages begin with a capital letter. Çfarë na tregon kjo? Që kur i shkruajmë emrin e shtetit, të kombësisë dhe të gjuhës, do të filloj me shkronjë të madhe. Capital letter do thot shkronjë madhe. Keni parasysh që fjalët në gjuhën angleze mund të kenë më shumë se një kuptim. E njëjta gjë për shembull, ndoshta fjala letter e kemi dëgjuar kur i referohet letrës që ne shkruajmë dhe ja dërgojmë dikujt. Në të njëjtën kohë përdoret edhe për shkronjat. Okej? Ne të vazhdojmë mëtej. Atëherë, të shikojmë një bisedë ndërmjet 4 personave. Okej? Kemi në të majt kemi Max and Liz dhe në të djathtë kemi Steve and Jenny. Shikojmë është Liz që flet e para. Excuse me. Are these seats free? Më falni, thot, a janë këto sedile të lira? Okay, si thot Jenny në të djathtë? Yes, they are. Po ato janë. Please sit down. Ju lutem, uluni. Dhe pastaj Liz e falenderon. Thanks. Keni parasysh që fjala thanks është forma jo formale e fjalës thank you. Pra forma më e shkurtuar, por edhe konsiderohet formë jo formale. Okay, çfarë është një formë jo formale? Kur flasim në aspektin e përditshëm, pra nuk flasim në aspekte formale, si për shembull në ambientin e punës, ose një person më të madh në moshë, ose një person që ka një farë autoriteti, ose dikë që nuk e njohim. Le të shohim pak, vazhdon biseda. Tani kemi Max që flet, prezantohet, I'm Max and she is Liz. We are Canadian. Pra unë jam Max dhe ajo është Liz. Ne jemi kanadez. Në anën tjetër kemi Steve, i pyet, are you on vacation? A jeni ju me pushime? Okay. Tani, dua një gjë nga ju, e di që është goxha herët në të flasim për këto aspekte në këtë nivel. Por, kur flasim për këto fjalët e vogla, fjalët e shkurtra, në anglisht, on, in, to, okay, këto janë ato që ne në anglisht i quajmë para fjalë. Okay? Atëherë, përse i përmendim që tani, meqense janë relativisht pak të vështira, janë disa dhe do na duhet i mësojmë se ku përdoret njëra, ku përdoret tjetra. U sugjeroj studentëve që në mësimet e para të anglishtes, ku i shikojnë, ti fiksojnë, për shembull në rastin kur themi me pushime, kë do të përdorim.
do përdojmë on vacation. Kështu që pak e nga pak i fiksojmë dhe i kemi më të lehtë pastaj kur do kalojmë te nivelet e tjera që të trajtojmë mësime që janë posaçërisht të përgatitura për parafjalat. Vazhdon Max. Yes, we are. Pra, ne po jemi. How about you? Okay. Me këtë formë në gjuhën angleze i bëjmë të njëjtën pyetje të personit që na bëri ne, pa që nevoja ta përsërisim nga fillimi. How about you? Okay, sigur të themi po ju. Si përgjigjet Steve, we aren't on vacation. Ne nuk jemi me pushime. We're students. Ne jemi student. Okay. Vazhdojmë akoma më tej. Vazhdon akoma biseda. Tani është Liz që flet. Are you American? I pyet. Si përgjigjet Jenny, no, we aren't from the US. Ne nuk jemi nga Shtetet e Bashkuara. Are you from Japan? A jeni ju nga Japonia? Përgjigja Jenny, no, we aren't. Jo, nuk jemi. Pastaj Liz fillon të argumentoj. You aren't American and you aren't Japanese. Pra, ju nuk jeni Amerikan dhe ju nuk jeni Japonez. Where are you from? Tani e bëm pyetje të drejtë për drejtë. Nga jeni ju? Si përgjigj Jenny, we are from Canada too. Ne jemi nga Kanadaja gjithashtu. Too me dy o në fund do thot gjithashtu. Përse thot gjithashtu? Sepse edhe çifti në të majt ishin kanadez ose janë kanadeze. Atëherë, të shikojmë pak aspektin e gramatikës. Tham që forma e foljes jam, pra forma be, në të tashmen ka tre forma, is dhe are. Pam që do të përdore vetëm tek I am, unë jam. Okay, do të shikojmë pasaj që is do përdoret tek veta e tretë njëjës, he is, she is, it is. Dhe are do të përdoret për we, do të përdoret për you, do të përdoret për they, pra për ne, ti, ju, dhe për ata, ato. Okay? Forma pozitive, ose forma pohore në shqip. We are American, you are Japanese, they are Italian. Pra, ne jemi Amerikan, ju jeni, ose ti je, keni parasysh që kur kemi you are Japanese dhe nuk kemi kontekst, nuk e dim nëse personi po i referohet një individi ose disa individëve. Përse? Tham edhe njerë që për emri ju ka dy kuptime, edhe ti, edhe ju. Pastaj tjetra, they are Italian, ato janë italiane. Si ndërtohet forma negative kur kemi të bëjmë me foljen be? Kujtojmë edhe njëherë, mjafton që mbas foljes be të vendosim fjalën not. We are not American. You are not Japanese. They are not Italian. Pra ne nuk jemi Amerikan, ju nuk jeni Japonez, ata nuk janë Italian. Dhe në question, në pyetje, mbajeni mirë mend këtë, sepse kur të shohim foljet e tjera, do të trajtohen në mënyrë ndryshe. Kur kemi të bëjmë me foljen be, pra me foljen jam, mënyra se si bëhet pyetja është që folja jam do të dali përpara subjektit, përpara përemrit nëse kemi përemër. Okay? Pra, are we late? E shikoni tani se si are ka dalë përpara. Pra, a jemi ne vonë? Are you from the UK? A jeni ju nga Mbretëria e Bashkuar? Are they Mexican? A janë ata Meksikan? Bukur. Tani, në të djathtë pastaj na tregon edhe format e shkurtuara. Mbajmë mend që foljen be mund ta shkurtojmë me përemrin. Në rastin e formës are, e shkurtojmë duke hequr shkronjën a dhe bashkojmë re me një nga përemrat. We're American, you're Japanese, they're Italian. Nëse kemi pak vështirësi në fillim të themi formën e shkurtuar, mund të përdorim pra problem formën e plot. Minimumi është që t'i njohim të dyja format, kështu që kur dëgjojmë tjetrin duke folur, të kuptojmë se për çfarë po pyet, ose për çfarë po flet, ose çfarë po tregon. Forma negative, negative contraction, pra negative e shkurtuar, edhe këtu kemi dy mënyra. Mund të shkurtojmë are me përemrin dhe ta lëm not pa shkurtuar, për shembull we're not American, ose mund të shkurtojmë are me not në këtë mënyrë. Pra bie oja e dot, bashkohet n-ja dhe ndërmjet n-s dhe t-s vendosim apostrofe, vendosim një presje lartë. Zakonisht libri do të preferoj këtë formë. Janë të dyja të sakta, preferon vetëm një formë që mos na ngatrojë shumë, sidomos tani që jemi në mësimet fillestare të gjuhës angleze. Pra, we aren't American, you aren't Japanese, they aren't
Italian. Pastaj kemi përgjigjet e shkurtra, pozitive dhe negative. Kujtojmë edhe një herë që në përgjigjet e shkurtra pozitive nuk shkurtojmë. Pra nuk themi yes you're, do themi yes you are, yes we are, yes they are. Forma negative mund ta shkurtojmë, nuk është problem. No you aren't, no we aren't dhe no they aren't. Vazhdojmë akoma më tej. Atëherë, edhe këtu na përmend edhe një herë. You, singular and plural are the same. Pra çfarë na tregon? Që për emri you në njëjës dhe në shumës në anglisht është e njëjta gjë. Pra, sikur të themi ti, sikur të themi ju. They i përfshin edhe ata, edhe ato. Ndryshe nga gjuha shqipe që ne kemi ata përgjigjen maskullore dhe ato përgjigjen femërore, në anglisht përdorim they, kur referohemi edhe male, edhe female, gjithashtu e përdorim edhe për things, kur i referohemi sendeve, ato, ata. Pra, jo njerëzve, kafshëve, nuk ka rëndësi. Edhe një herë aspekti i tretë na kujton në lidhje me pyetjen, in questions put are before we, you and they. Pra që kur kemi të bëjmë me pyetje të vendosim are përpara përemrave. Dhe aspekti i fundit, edhe këtë e përmendëm, ta shikojmë pak se si na i formulon në anglisht. Don't use contraction in short affirmative answers. Pra në tregon njërë që në përgjigjet e shkurtra pozitive, pra kur themi për shembull yes you are, nuk përdorim shkurtime, ndryshe nga forma negative ku mund të përdorim. Ka kishim edhe për këtë video relativisht të shkurtër. Ju falenderoj edhe një herë për vëmendjen dhe dëgjohemi në videon e radhës.